Në një botë ku çdo fest kërkon një prekje magjie, Istra Luçi e gjen lumturinë duke I krijuar atë përmes tortave. Ajo është një vajzë e talentuar që me përkushtim dhe kreativitet realizon torta për martesa, fejesa, ditëlindje dhe çdo moment të veçantë që meriton të festohet me ëmbëlsi. Çdo tortë që del nga duart e saj është më shumë se një ëmbëlsirë, është një vepër arti. Isra punon me kujdes çdo detaj, duke I përshtatur dekorimet sipas dëshirave dhe shijeve të klientëve, qoftë në stil elegant, modern, klasik apo plotën ngjyra dhe gëzim. Me pasion, durim dhe dashuri për profesionin ajo sjell buzëqeshje dhe emocione në çdo tryezë festive, sepse për Istra Luçin çdo tortë është një histori dhe çdo histori meriton të jetë e ëmbël. Tortat e mia me fondant, fondanti është brumë sheqeri, është karakteristike kjo pjesë, domethënë teknika e tortave me fondant dhe me këtë pjesë unë punoj. Kanë shumë rëndësi në rrethin tonë, pasi që kemi shumë festa, kemi ahengje të ndryshme, manifestime të ndryshme dhe për çdo rast pothuajse në ditët e sotme jemi duke I punu tortat me fondant. Për atë arsye është shumë e rëndësi pjesa e dekorit. Zakonisht më së shumti kemi torta për ditëlindje, që është ajo tradicionalja, që nuk ka sezon, domethënë. Gjithashtu në sezon kemi më shumë torta dasmave, torta synetie. Tani, me që posedojmë edhe fenë islame, si musliman kemi edhe shumë torta për umre, për haxh e tjerë. Gjitha këto ju I bëni pa ndonjë problem, çfarë kërkohet nga klientët dhe ju jeni të gatshëm t'i bëni ato dekorimet aq të bukura. Patjetër, shumë rrallë kemi raste kur refuzojmë ndonjë tortë, edhe ajo ndodh për arsye që ne nuk punojmë me atë teknikë të tortës. Përndryshe, gjitha tortat me fondant, të cilat na I dërgojnë klientët, ne jemi të gatshëm këto për mi punu. Mund të na thoni ku e merrni frymëzimin për dekorime? Qysh e vogël unë kam pas pasion në kuzhinën, përgjithësi, mirë po kur u rrita, vendosa që pasionin tim ta bëj profesion, e cila më shumti më tërheqej dega e pasticcerisë, domethënë e tortave, ëmbëlsirave.
ku ju merr zakonisht përgatitja e një torte? Ne në fillim e pam që tortën e vendoset këtë pjesën e llokumit, ashtu thirret ne njohim si llokum, por ju e njihni në gjuhën tjetër të ju fondant. Dhe tani jeni në pjesën e dekorimit. Do me thonë, muj me thonë që komplet torta unë merr kohë për 1 orë, pasi që këtu punoj me sistem. Njerë bëjnë mbushja e tortave, pastaj bëjnë dekorimi tyre. Mirë po, nëse e marrë totalisht kohën sa shkon për një tortë, është 1 orë. 1 orë. Pa, me mbushja me dekor. Jemi në pjesën e dekorit. Pa. Po bëjmë një tortë për ditëlindje, e ka ditëlindjen Tara e vogël. Dhe e zbukuroni. Po. Tani të dekoroni, mund ta bëni çfarë do me thënë, nëse ju dërgohet nga klienti një fotografi që don ta bën atë tortë të duket ashtu, ju jeni e gatshme që ta bëni të njëjtën ashtu si në fotografi? Po, patjetër. Këtu jemi për mi realizu gjitha dekorimat. Dhe, domethënë nuk keni dështuar ndonjëherë ndonjë dekor? Normal që gabime ka tek krejt, pa gabime edhe nuk kishëm ri këto me mësu. Mirë po, në përgjithësi po flas, zakonisht ne gjitha torta që na i dërgojnë i kemi bo me sukses. A ka pasur ndonjë dekorim që ka qenë të themi një sfidë vërtet për juve, dhe por që në fund ja keni dalur dhe torta të del perfekte? Po, kam pas edhe një torte të tillë. Ajo tortë na ka marrë 2 ditë e 2 natë kohë. Ka qenë torta për Halil Kastratin, domethënë saksisht në projektin që ka Jetimat e Ballkanit, ju ka mundsu atëherë shtëpinë e pleqve, zotri Halil Kastrati, dhe atë tortë në formë të shtëpisë së pleqve e kemi pas na për detyrë me bo. E kemi edhe te faqja, israswytlan.mk. Në Instagram, aty e kam pas sfidën më të madhe, e cila gjithashtu edhe ajo u realizu me sukses, edhe mrini deri në Kosovë me sukses. A ka marrë kohë, domethënë 2 ditë e 2 natë kemi punu vazhdimisht vetëm me ato, pa asnjë porosi tjetër. Vetëm me ato kemi marrë. Të kthehemi pak se çfarë kërkohet më shumë nga ana e klientëve, çfarë kërkojnë ata më shumë kur bëhet fjalë tek tortet, tek dekorimet, tek kjo pjesa. Më shumëti, do me thanë si që se i ka dhe me herët, për shkak që punojna me teknikën me tortat me fondant, më së shumëti na kërkojnë tortat e ditëlindjes, të cilat i kemi vazhdimisht gjatë tër vitit. Mirë po gjatë dimrit, zakonisht kemi tortat të fejesës, ndërsa gjatë verës, me që bëhet realizimi i martesës, kemi tortat e dasmës. Gjithashtu edhe tortat e synetis, e kemi, do me thanë edhe ne, si çdo kushat sezonën e verës dhe të dimrit. Mirë po, vazhdimisht më së shumti kemi tortat e ditëlindjes. Ditëlindja nuk kanë të ndalur, kështu që mund të themi çdo ditë keni nga një torte. Kemi çdo ditë porosi, torta, nuk kanë të ndalur. Ju merreni vetëm me torte. Mund të themi keni provuar të merreni edhe me ëmbëlsira tradicionale, kërkohet nga klientët? Kemi edhe kërkesë të ëmbëlsirave tradicionale, mirë po më së shumti ëmbëlsirat tradicionale i praktikojnë në shtëpi për festat tona të Bajramit, më së shumti baklavan, po gjithashtu kemi edhe sheqerparën e tatlit, e ndryshme të cilat kadaifi bëhen me sherbet, mirë po në mënyrë profesionale ende nuk kam vendosur mi sjell për shkak se vetë se jam sistemu me këtë teknikë të ëmbëlsirave. Kështu që din ti bësh edhe ata. Po nëse ka ndo kërkesën nga klientët? Nëse vazhdon kërkesa, më e madhe tjetë, nuk them që nuk do ta bëj kurrë edhe këto. Aha, do të thonë mund ta bëni. Atëherë të flasim pak për fillimet e tuaja. Si ke filluar? Sa ka qenë e vështirë? Prej çfarë moshe ke filluar të mirësh me këtë profesion? Çdo herë e dimna që çdo fillim është i vështirë. Mirë po, unë ja kam dalë mas pari me përkrahjen e familjes, me përkrahjen e nanës, babës, edhe vazhdimisht tash e kam edhe përkrahjen e motrave të cilat punojnë te unë. Nga mosha 18 vjeçare kam filluar e kam pas oficialisht do me thanë faqen, në të cilën fillimisht kam postu postime të thjeshta, receta gatimit që kam bo thjeshta në shtëpi që i ban çdo grua në rrethin tonë. Mirë po, vetë se kur filluan pyetjet e klientëve, a mund ta bësh këtë tortë, a mund ta realizosh këtë
muffin, a mund ta rregullësh këto biskota. Unë vazhdimisht ju kam thënë po dhe kam sfidu veten me këtë gjë. Fillimisht unë falenderoj veten që kam qenë gjithmonë optimiste që mund ta bëj diçka. Edhe pastaj kam marrë edhe për krajën e familjes dhe ja ku jam këtu sot. E mbani mend porosinë e parë? Porosinë e parë? Po, nuk harohen. Hapat e para në çdo temë tjetës nuk harohen, edhe ona tortën e parë nuk e harroj. Ka qenë dekorime shumë i thjeshtë, tash në krahasim me vitet përvoj pune që i kam. Mirë po tani kur e kthej atë kohë, do me thënë, atëherë ka qenë shumë e vështirë se atë tortë të thjeshtë unë e ku bo për 2-3 orë, cilën tash muj me bo 15 minuta. Do me thënë, ndoshta pse ka qenë hera e parë edhe ka qenë më e vështirë. Kush ka qenë mbështetja juaj më e madhe në fillim? Nana. Mbështetja më e madhe imja gjithmonë ka qenë dhe do të jetë nana. Dhe mi lirshëm se recetat e para i ke marrë, i ke mësuar nga nëna? Po, nga nëna i kam mësu, ajo ka qenë në cila pasionin tim e ka shtyr me besim. Kur kam dasht me hy në kuzhinën e saj, nuk më ka ndalu. Më ka dhanë përkrahje, më ka dhanë këshilla gjatë recetave të gatimit e tjerë. Gjatë vizitës son, ne patëm mundësinë të shohim nga afër gjithë punën e saj. Istra Luçi tregon se nuk ka ndjekur ndonjë kurse profesional për dekorimin e tortave, por është trajnuar për brumëra të ndryshme në pasticeri, pasi kjo fushë është shumë e gjerë dhe kërkon përkushtim të vazhdueshëm. Megjithatë, talenti, përvoja dhe pasioni i saj kanë bërë që ajo të arrijë një nivel të lartë profesionalizmi, duke krijuar dekorime unike dhe të personalizuar sipas dëshirës së çdo klienti. Isra, ne e pam gjithë procesin tënd të punës. Erdhëm deri tek pjesa e dekorimit dhe mund të them që është një dekor i mahnitshëm, aq shumë i bukur. Mund të na thuash, keni marrë kurse profesionale apo vetë nga vetvetiu jeni mësuar duke parë dhe ndoshta edhe puna dhe përvoja juaj e ka bërë vetë? Në aspektin e tortave me fondant, unë nuk kam marrë ndonjë kurs profesional, po kam mësu nga përvoja gjatë këtyre 8 viteve që punoj këtë punë. Mirë po nuk është që nuk kam marrë ndonjë kurs tjetër në sferën e pasticërisë, kurs profesional. Kam marrë pjesë në kursin e brumrave të ëmbël, do me thënë për krasana, për brioche, për eklera, brumat ëmbël, kam marrë pjesë në kurs intensiv profesional. Gjithashtu edhe kam marrë zanat në një X restorant për pjesën e deserteve. Pasi që sfera e pasticërisë është shumë e zgjerume, unë e punoj vetëm pjesën me tortat me fondant, mirë po kam njohuri edhe në tjera në fusha të theme, që në të ardhme nuk i dihet çka muj me bo. Na ke dhënë shumë informacione, tani kërkesat mund edhe të rriten edhe duke kërkuar jo vetëm torte kështu të ndryshme për ditëlindje, për arhëngje familjare, por mund të kërkojmë edhe diçka më tjera gjëra. Atëherë mund të na thuash se çfarë ka qenë më e vështira gjatë këtij rrugëtimit? Mund të themi teknika, përkrahja, kushtet e punës apo besimi i njerëzve? Gjatë gjithë këtyre viteve derisa arrita në pjesë profesionale, në fushën profesionale të tortave me fondant, kam pas shumë problem teknike njëherë, se është punë e vështirë e cila do përkushtim dhe nëse do të dalë perfekte, duhet të jesh i vëmendshëm në pjesët e detajuara mirë, të dekoruara mirë, detajet të jenë në pah, që të jetë pjesa sa më perfekte. Si e menaxhoni porosit, kohën, keni ndonjë sezon edhe ju që nuk ka pushim në atë periudhë? Koha, do me thënë, kohën e menaxhojmë kështu. Gjatë prej mëngjes e kemi atë orarin 8 orësh që gjithë secili punon në fusha të ndryshme. Mirë po kjo punë do edhe pak ekstra kohë, do me thënë edhe në privatësi të prek, pasi që jemi punojmë online me faqe dhe normal kemi atë pjesën pranimi porosive, ditën e bëjmë procedurën e punës. Do me thënë, vazhdimisht jam e përkushtuar në këtë profesion, mirë po me menaxhim të mirë,
ja dalim. Ja, Lindi. Sa porosia mund t'i merr Istra në maksimum? Flasim për sezon. Për sezon. Po. Dhe nuk e ceka më herët, do me thanë sezonën e kemi të verës, edhe të dimrit, 3 javë. Zakonisht i themi ato koha e gurbeqarëve që vinë. Mirë po edhe vazhdimisht kemi porosia, ama edhe verës, e kemi të mbi ngarkuar. Mund të miret frymu, të familjesha. Maksimum porosia gjatë sezonit të verës, marrim 20-25 torta, gjithashtu edhe një tortë të dasmës në ditë, ja dalim ban me këtë numër. Për Fitër Bajramin 2024, numri i porosive i cili ka qenë 85. Me gjithë biskota, kolaçe, torta të ndryshme, 85 porosia kemi pas shumë, me cilën kam menaxhu kohën shumë mirë, me një organizim shumë të mirë, 3 ditur. Do me thanë 3 ditë jam organizu shumë mirë që ti mri krejt këto porosi. Po, sa i përket aspektit profesional, kemi shumë ndryshime. Më pas do t'ua tregoj edhe disa fotografi të tortës së parë, që e kam bo edhe tortave tash që i bëj, edhe do t'a vrejnë edhe ju vetë diferenca. Gjithashtu edhe brendësi, shije, kemi sill shije të ndryshme, pasi që sa më shumë njohuri, aq më shumë profesionalizëm. Kur e marrin klientët tortat, çfarë ju thonë? A ndahen të kënaqur ata? Me që jemi sot e 8 vite ende në treg, i kemi në përgjithësi gjithë klientët të kënaqur, kemi klient ende shumë të rregullt, vazhdimisht që porosise, gjithashtu edhe vazhdimisht shfaqen klient të rinj. Kemi edhe raste kur kemi edhe klient jo të kënaqur, pasi që edhe kam edhe staf të zgjeruar, edhe ndodhin gabime normal, si në çdo kuzhinë. Mirë po, maksimumin e japim që të bëjmë përmirësimin e atyre gabimeve, gjithashtu edhe atë klientët të pakënaqur, më në fund të dalin të kënaqur. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të harroni porosia? Po, na ka ndodhur. Ai që thotë që nuk na ka ndodhur, nuk është e vërtetë, domethënë, na ka ndodhur edhe neve me harru porosi, po kemi bërë zgjedhje. Keni bërë zgjedhje. Nuk e keni lënë domethënë klientin pa tortë. Ja. Asesi. Në fund, Istra, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ato vajza të cilët hamendësojnë ndoshta të mirën me një biznes të tillë, jo vetëm në këtë pjesën e tortëve, po çfarë do lloj biznesi që kanë dëshirë që ata të ja fillojnë vetë. Gjitha vajzave të reja, ju kisha thënë mos e kurseni vetën edhe energjinë tuaj sa jeni të reja dhe sa jemi, do me thënë të reja, se as unë nuk do të ndalem, po gjithashtu edhe vajzave të reja ju them mos u ndalni, pasi që prej punës vetëm dobi keni. Në përfundim, Isra Luçi është dëshmi se pasioni, përkushtimi dhe puna e palodhur mund të ndërtojnë sukses edhe pa rrugë klasike formale. Me talentin dhe kreativitetin e saj, ajo vazhdon të sjellë ëmbëlsi dhe bukuri në çdo festë, duke i kthyer çdo tortë në një kujtim të paharrueshëm.